edhe shumë herë kom pas debat me ata pse të reja djetra ku është e njëjta pore. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je, e mirë? Mirë, faleminderit, ja. Mirë, faleminderit. Jemi për emisionin 05, jam shesh për pyetjen. Shqipëria duhet me largu lekun me bë euro. Mendoj gjithsesi se është komplikuar për turistat nga Kosova, për arsye se atje kanë një shprehi me djetra dhe me të reja. Edhe shumë herë kom pas debat me ata pse të reja djetra ku është e njëjta pore. Edhe për shkak kursov është më mirë me ikë. Domethënë ke hasëm këto probleme edhe të përse. Po, në shumë raste. Në shumë raste madje. Ndërum ku jeton? Unë jam për Ferizoj, po ndryshe jetë në Zvicër. Jeton në Zvicër. Tash e so vite dhe çka punon atje? Për vitit 2001, po përfitaj një herë dhe po një reklamë, e kam një firmë transporti, qëndrimi transport, mondra nga Kosova për Zvicër dhe për Zvicër për Kosovë. Edhe që marketingun e kemi me pagesë. S'është problem. I përziqë. Ndërum si po i cmuna? Mirë, shumë mirë. Kemi shumë të nëqë. Në Kosovë kur po vjen pushime, që shpikalan, sobo rrët? Lidhja e punës edhe dashnia shumë shpesh. Dikon 2-13 herë në vetë. Je i kënaqur me klientë e Kosovës? Po, gjithsesi. Shumë. I kam 2 lloje bizneseve, në Zvicër punoj Tash edhe tjetrin po do me të arrit faturën. Jo, domethënë i kam 2 lloje klientele, edhe zvicran që punoj atje në për festivale, edhe me shqiptar po jam shumë i kënaqur. Faleminderit shumë, kënaqësi që u taku. Faleminderit juve. Përshëndes.